Ju nga tjeta uroj t'jeni mirë, dashur miq, që i takohemi sot për të parë zhvillimet më të fundit, me sa duket ka zhvillimet mëdha, të cilat janë të lidhura me shpërthimin e ri të lindjes mesme dhe që lidhet drejt për së drejti me fundin e marrëveshjes së armpushimit ndërmjet Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka zhvillime të mëdha të cilat do t'ju njoftoj shkurtimisht tani dhe më pas do t'i shihemi në darkë në live-in tonë për t'i parë në dimensionin e tyre më të gjerë. Ka disa zhvillime që lidhen me lindjen e mesme, ka zhvillime që lidhen me Europën, me NATO. NATO-ja me sa duket është duke shkuar drejt një pike jashtëzakonisht kritike. Çfarë është duke ndodhur me NATO? 100.000 trupa amerikan pritet të tërhiqen nga Europa shumë shpejt. A do të shkojmë, apo shkojmë drejt fundit të NATO-s, apo jo, apo kemi një plan tjetër rezervë? Ndërkohë lindja e mesme ka shpërthyer dhe Beiruti është i gjithi në erë, 250 të vrarë. Në zemër të Beirutit, Benjamin Netanyahu ka njoftuar se ka goditur fuqimisht targetin e tij, hasmin e tij të përjetshëm, Hezbët në Liban. Nuk po e përmendim fjalën tjetër sepse nuk i ka qef YouTube terminologjinë. Hezbët ju i dini kush janë në Liban, janë aleatët e Iranit, sepse e dënon algoritmi i kap fjalët, janë disa fjalë të cilat algoritmi i ndëshkon apo e vret videon. Prandaj do t'i quajmë Hezbët dhe ju e keni parasysh kush janë Hezbët në Liban, që janë aleatët e Iranit. Duket se po hidhet në erë lindja e mesme, duket se edhe NATO-ja është në një pikë kritike. Kemi edhe një zhvillim tjetër të jashtëzakonshëm. Sonte në mbrëmje ka njoftuar Garda e Revolucionit të Iranit, mbyllet sërish, kthehemi në pikën zero, mbyllet ngushtica e Hormuzit, tregjet e naftës dhe të energjisë sigurisht kanë filluar të shpërthejnë sigurisht prap, sepse situata është e komplikuar shumë dhe tregjet ju e dini tremben shumë kollaj dhe janë ngushtësisht të lidhura me deklaratat e liderëve botëror. Nga ana tjetër, Irani ka njoftuar se nuk ka asnjë mundësi më të vazhdojë marrëveshjen e armpushimit, sepse është prekur në 3 pika. Kjo ka ardhur nga një deklaratë e kryeparlamentarit Mohammed Bakir Kalibaf, i cili ka njoftuar se Teherani i ka prishur tashmë zyrtarisht të gjitha pikat e marrëveshjes. Amerika i ka prishur tashmë të gjitha pikat e armpushimit dhe nuk ka më asnjë armpushim. Por çfarë po ndodh në detaje? Unë jam Kreshnik Osmani, u flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë këto zhvillime në këto momente shumë të rëndësishme të botës, sepse ato do të ndikojnë nesër pas nesër drejt për së drejt në kontinentin ton, Europën, ku bëjmë pjesë, por jo më pak edhe në Ballkanin ton të trazuar, ku aktorë dhe fuqi të dyta të treta janë të interesuar që të vazhdojnë betejën e tyre apo të vazhdojnë matjet e fuqive të tyre në këtë moment. Prandaj jemi në momente shumë kritike, t'i marrim gjërat një nga një kërcënim tjetër ka ardhur nga Pentagoni për Papën e Vatikanit. Për herë të parë ne kemi patur një pap amerikan në krye të Vatikanit, e megjithatë duket se papa është pjesë e establishmentit të vjetër, është pjesë e linjës së vjetër të Departamentit Shtetit dhe të Deep State-it, dhe me sa duket ka shkuar në një fërkim dhe në një përplasje të fortë situata mes Donald Trump dhe Vatikanit. Pentagoni ka thirrur ambasadorin e Vatikanit në Washington dhe i ka bërë një kërcënim të hapur, o me ne o kundër nesh, sepse papa ka qenë kundër kësaj lufte dhe kundër barbarisë ndaj civilëve në Liban dhe ndaj gjithë civilëve në lindjen e mesme, kundër ushtrimit të dhunës, kundër luftës, kundër derdhjes së gjakut të njerëzve të pafajshëm, me atë qëndrimin tradicional për cilin shquhet Vatikani vazhdimisht. Jo, nuk ka më, jemi në një botë tjetër, jemi në një botë të re, të cilën duhet ta kuptojnë të gjithë. Nuk ka më me 2 karrige të ulesh, nuk mund të rish më neutral dhe do të vish nga ana jon ose je armiku jon. Ka qenë i ftuar në Pentagon
kryetari ambasadori i Vatikanit. Këto janë zhvillime të rëndësishme, ndërsa Caroline Levitt ka njoftuar gjithashtu zëdhënësja e Shtëpisë Bardh. Ju e keni parë bjonden që del ditë për ditë dhe flet në emër të bjondit. E keni parë vazhdimisht ajo del dhe jep deklaratat nga Shtëpia e Bardh. Ka dalë Caroline Levitt dhe ka folur për takimin e fundit të presidentit Donald Trump me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Sekretarja Levitt ka njoftuar botën dhe amerikanët se ndër të tjera, presidenti Donald Trump është duke u bërë gati për të tërhequr nga NATO. A do të jemi pa NATO? A do të ketë më NATO? Si do të vej halli i shqiptarëve pa NATO? Ku do të shkojnë natoistët, të cilët dalin natë për natë në televizor? Nuk kemi nevojë për armatime, nuk kemi nevojë për ushtri, nuk kemi nevojë për tanke, s'kemi nevojë për ekonomi, nuk kemi nevojë për siguri kombëtare, ne kemi NATO, ne kemi Amerikën, ne kemi këtë, ne kemi atë. Pra, bota është një tërmet të madh, t'i marrim gjërat një nga një shumë shkurt, sepse detajet do t'i shohim në makro pak më vonë. Le të fillojmë me marrëveshjen e paqes. Çfarë ka ndodhur? Armë pushimi është goditur, ka marrë fund sepse Irani ka thënë që nuk kemi më asnjë arsye të vazhdojmë këtë. Sepse kryetari i parlamentit të Iranit ka dalë dhe ka njoftuar se është prishur marrëveshja e armëpushimit në 3 pikat e saj. Urno Kreshnik na i trego këto 3 pikat avash avash. Ja po ja tregoj. Sipas pretendimeve të Iranit, pjesë e marrëveshjes së armëpushimit ka qenë që Amerika të mos godas bashkë me Izraelin aleatët e Iranit. Bombardimi i Izraelit nga Benjamin Netanyahu është tregues i qartë sipas Iranit që është prishur kjo marrëveshje e armëpushimit, sepse ka qenë e përfshirë në pikën 2 apo 3 të marrëveshjes. Kemi patur një marrëveshje me 10 pika, por unë nuk do të merrem me gjithë 10 pikat, sepse jemi marrë me to më parë dhe mund të merremi me to në të ardhmen. Shumë shkurtimisht, çfarë janë pikat e marrëveshjes që janë prishur, që e kthejnë sonte, e hedhin në erë sërish lindjen e mesme. Unë ja kam thënë që ditën e parë se marrëveshja ishte thjesht momentale, sepse amerikanët kishin nevojë për të marrë frymë, për të riorganizuar radhët, por do të prishej sërish pa diskutim, sepse nuk ndalet plani për riformatimin e botës dhe riformatimin e lindjes mesme. Kjo është diçka që ka filluar dhe nuk ndalet sepse kemi ne dëshirë apo keni ju dëshirë. Fatkeqësisht duhet bëhemi gati për të gjithë skenarët, sepse loja do të jetë shumë e madhe. Çfarë do të ndodhë? Pika e parë e marrëveshjes, bombardimi i Libanit. Goditja e Beirutit ka ardhur si një reagim i Izraelit dhe i Benjamin Netanyahus për marrëveshjen e armëpushimit midis Amerikës dhe midis Iranit. Sigurisht ju duhet ta keni parasysh se presidenti Donald Trump lëviz me 2 akse. Në të njërin aks nuk ka mundësi t'i thotë Benjamin Netanyahus që unë jam kundër jush, dhe nga ana tjetër në rrogoz Trump përpiqet që t'i ngrej kurth Netanyahus duke e lënë atë të vetëm dhe jashtë marrëveshjes. Netanyahu e kupton këtë dhe me sa duket Netanyahu e ka këpucën që ja vret këmbën Donald Trumpit. Ka dosje për Donald Trumpin, ka diçka që e shtrëngon Donald Trumpin. Unë nuk më lejohet spekuloj sepse drejtoj një parti politike, nuk më lejohet të flas për gjëra të cilat nuk i kam vërtetuar, por duket qartë që ai e ka në pronësinë e tij dhe ka dosje me të cilat e shtrëngon Donald Trumpin. Sa gdhihet Bjondi në mëngjes dhe fillon të mendoj për interesat e Amerikës dhe America First, vjen Netanyahu, e merr në telefon, me sa duket dhe i tregon se ku i dhëm këpuca dhe ku e shtrëngon këpuca presidentin amerikan. A janë dosjet e Epsteinit, a janë dosjet të tjera, unë nuk hyj dot në spekulim pa i patur provat, por gjithsesi kjo është ajo që po qarkullon nëpër mediat ndërkombëtare. Pra,
Trump po luan në dy linja. Një, linjën që të mos e mërzis Netanyahun dhe linja 2 që t'i ngrej kurth Netanyahus. Pse? Sepse Netanyahu u ndje në vështirësi dhe në panik të madh ditën kur u bë marrëveshja armë pushimit me Iranin. Dhe kjo që e arsyeja përse Netanyahu nisi bombardimin e tmerrshëm të Beirutit, ku janë vrarë vetëm ditën e djeshme 250 civil dhe plagosur mijëra të tjerë. Çfarë është duke ndodhur? Kjo ishte pika numër 1. Pika numër 2 që pretendon kryetparlamentari i Iranit Mohammed Bakir Kalibaf është se në marrëveshje është parashikuar e drejta e Iranit për të pasuruar uraniumin e tij brenda Iranit, ndërsa Amerika pretendon se ky është një pretendim i rrem dhe i gabuar dhe se nuk ekziston diçka e tillë, ndërsa sa i përket mbrojtjes së aleatëve dhe armëpushimit për aleatët, ndërmjetësit e kësaj marrëveshje, për cilën foli gjithë bota, ndërmjetësi i Pakistanit në Islamabad, ishin ata të cilët bashkë me Donald Trumpin dhe bashkë me iranianët e formuluan marrëveshjen e paqes apo të armëpushimit të përkohshëm 2 javor ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Kush ishte ndërmjetësi? Islamabadi, Pakistani. Çfarë thot ndërmjetësi për prishjen e pikës së parë të marrëveshjes apo të dytës që lidhet me mos goditjen e aleatëve të Iranit, siç ishte rasti i Libanit apo i Hezbëve në Liban? Hezbi është partia që është në aleancë me Iranin në Liban. Prandaj, ndërmjetësi ka dalë dhe ka dhënë dëshminë e tij për këtë marrëveshje. Dhe ambasadori i Pakistanit në Washington ka dalë dhe ka deklaruar me zë dhe me figurë që unë jam dëshmitar si vend ndërmjetës se marrëveshja ka qenë e përfshirë që të mos goditen aleatët e Iranit. Libani, pra në këtë rast, sipas vetë ambasadorit të Pakistanit, është i përfshirë në këtë marrëveshje. Libani dhe Hezbët në Liban janë të përfshirë në këtë marrëveshje dhe goditja e Libanit konsiderohet pjesë e kësaj marrëveshje. Pjesë tjetër e rëndësishme e prishjes së armëpushimit është kalimi i avionëve të Izraelit dhe të Amerikës në hapësirën ajrore të Iranit. Pra këto janë 3 pika, të cilat sipas Iranit e konsiderojnë marrëveshjen 2 javore të armëpushimit tashmë të hedhur në erë. Trump është shumë i kujdesshëm që ta mbyll luftën, por nuk ka për ta mbyll përpara se të realizohen planet e mëdha që janë për rajonin. Rajoni i lindjes mesme, siç e kam njoftuar muaj përpara me radhë, do të griset i gjithi dhe do të shpërbëhet i gjithi. Janë 5 shtete të cilat nuk do të ekzistojnë më në formën që kanë qenë deri tani. Është Libani, është Iraku, është Jemeni, është Pakistani, janë dhe vendet e GCC-s. Këto 5 entitete nuk do të jenë më pas kësaj lufte ashtu siç kanë qenë. Kjo është subjekt i një analize tjetër të cilën do ta bëj në ditët në vijim, cilat janë shtetet të cilat nuk do të ekzistojnë më në rendin e ri botëror, në botën e re që po vjen, nuk i përket kësaj analize. Këto ishin 3 pikat të cilat Irani pretendon se janë prishur në marrëveshjen e armëpushimit me SHVA dhe kjo e ka hedhur në erë. Garda e revolucionit ka dalë dhe ka njoftuar gjithashtu se sonte në mbrëmje hidhet në erë marrëveshja dhe rikthehet mbyllja e ngushticës së Hormuzit. Nga ana tjetër, në Tel Aviv, kemi një siklet tjetër të vështirë që është halli i madh i Benjamin Netanyahus, i cili e ka bindur popullin e Izraelit dhe elektoratin e tij të djathtas ekstreme atje, bashkë me aleatët e tij në koalicionin e Netanyahus, Smotrich dhe Ben Gvir, të cilët janë 2 patericat që e mbajnë në këmbë koalicionin. Netanyahu është edhe ai përballë llogarive të tjera politike brenda kabinetit të tij dhe brenda qeverisë, sepse do të shkojnë në zgjedhje edhe në Izrael. Dhe Izraeli, Netanyahu i ka bindur izraelitët se ne kemi bërë një fitore
spektakolare ndaj Iranit, kemi bërë një fitore madhështore, e kemi rënuar Iranin, kemi goditur aleatët e tij dhe më shumti Izraeli ka patur në targetin e tij goditjen e një obsesioni, një segmenti që ishte shndruar në obsesion, një fragment obsesiv në memorien, në kujtesën ushtarake të Izraelit, por dhe në atë të Mossadit izraelit, që është unifikimi i linjës së rezistencës dhe i linjave të rezistencës apo i aksit të rezistencës nga Teherani në Bagdad me milicit shiite të Al-Hashdushabi, me Hezbët në Liban dhe me Huthët në Yemen. Gjithashtu, Jemeni do të jetë nga vendet që nuk do të jenë më në formën që kanë qenë deri më sot dhe shumë nga vendet e GCC-s i përket analizës tjetër. Izraeli dhe Benjamin Netanyahu është shumë interesuar tashmë të bëjë gjithçka që ti të thotë popullit e Izraeli që unë fitova luftën dhe unë po shkatërroj Hezbët në Liban dhe prandaj ka nisur bombardimin dhe vrasjen e qindra dhe të mijëra civilëve të pafajshëm në zemër të Beirutit. Nuk është duke bombardu jugun e Libanit, as bastionet e Hezbollahve, është duke bombarduar civilët në zemër të Beirutit. Pra, Netanyahu është në siklet, në qoftë se i largohet nga koalicioni. Smotrich dhe Ben Gvir, bie qeveria Netanyahus, merr fund karriera e tij politike dhe merr fund edhe ëndra e tij për të qenë mbreti i ri i lindjes së mesme të madh dhe i Izraelit të madh, sepse Netanyahun e presin gjykatat e Izraelit, sepse është i përfshirë në aktivitete dhe ka dosje shumë të mëdha të korrupsionit atje. Ndaj, Netanyahu bëri dy lëvizje, një lëvizje të brendshme e cila ka tentativë të mobilizojë votuesin e Netanyahus dhe mbështetësit e tij duke i thënë që ne jemi duke shkatëruar aksin e rezistencës dhe Hezbët aleatët e Iranit në Liban, dhe mesazhi i jashtëm ishte për Washingtonin dhe për Donald Trumpin, të cilit i shkoi mesazhi nga Tel Avivi se tashmë që ju bët marrëveshje me Iranin dhe nëse do të bëni marrëveshje tjetër me Iranin, ne do t'ju aprishim ju marrëveshjen dhe do t'ju aprishim lojën. Dhe Irani tenton pikërisht këtë, që të prishet loja mes Washingtonit dhe Tel Avivit. Tel Avivi të shndërrohet në i padëgjueshëm për Washingtonin, ashtu siç po ndodh dhe t'i vi momenti Donald Trumpit që të hedhë në kosh Netanyahun dhe aleatët e tij në Izrael. Ditën që Izraeli mbetet pa Amerikën, Izraeli është i mbar fund. Kjo është e padiskutueshme. Si do të shkojë situata, do ta ndjekim hap pas hapi, minutë pas minute, por zhvillimi tjetër i rëndësishëm është kërcënimi i drejt për drejt që i ka ardhur nga Pentagoni Papës Vatikanit. Qëndroni dhe pak se do ta mbyll. Jemi me dy lajmet më të rëndësishme dhe dy analizat më të rëndësishme, dy zhvillimet më strategjike që mund të ndodhin në këtë botë, në këtë moment të ri që po ndodh. Është thirrur në Pentagon, jo në Shtëpinë e Bardhë. Pentagoni është ushtria. Është thirrur nga ambasadori i Vatikanit dhe i është përcjell mesazhi ose me ne ose me palën tjetër. Pse? Sepse qëndrimet e Papës dhe të Vatikanit kanë qenë kundër luftës, kisha është kundër luftës, kjo ka thënë Papa nuk ka të bëjë as me Jezu Krishtin, as me krishterimin, ne si jemi barbar, ne nuk vrasim fëmijë, ne nuk vrasim kalamaj, ne nuk vrasim civil, krishterimi është qytetërimi i dashurisë, i paqes dhe të gjitha mesazhet që jep Papa. Kjo ndalohet sot e tutje. Mesazhi ka ardhur në Pentagon, ose do hysh këtu në rresht për një, do bësh pjesë e luftës dhe e kësaj loje të madhe, ose për ndryshe e ka kërcënuar me një ngjarje historike e cila ka tronditur Europën. Aso kohë po të kthehemi në histori, do të shikojmë Europën e shekullit 14, ku nga Franca u kërcënua Papa dhe ju tha në qoftë se nuk do të ishin me Francën, do të merrnin dhe do ta shpërngulnin Vatikanin atje në Francë që të ishin në kontrollin e tyre. I njëjti mesazh duke i kujtuar këtë ngjarje historike, Pentagoni thot Vatikanit, sot do të jeni me ne ose do të marrim Vatikanin me gjithë lecka dhe do ta çojmë atje dhe do ta kontrollojmë ne narrativën e Vatikanit.
Kjo është një ngjarje e frikshme dhe ngjarja tjetër e frikshme është fundi i NATO-s. Apo vjen fundi i NATO-s, apo jemi në blofet e minutave të fundit. Karoline Leavitt, zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë, ka dalë dhe ka njoftuar se presidenti Donald Trump në takimin e tij me Mark Rutte, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, ka dalë dhe ka diskutuar ndër të tjera për tërheqjen e Amerikës nga NATO-ja. A do tërhiqet Amerika nga NATO në këtë moment, apo thjesht është duke bërë gati planin për tërheqjen e 100.000 ushtarëve nga Europa? Çfarë do të ndodhë me Europën nëse tërhiqet Amerika? Sigurisht do të kemi një transformim radikal në Europë, në qendrimet e Bashkimit Evropian, mund të shohim shpërbërjet BE-s dhe rikthimin e vendeve të ndryshme duke ju rikthyer armatimit, parat që shkonin për social, për ndihma sociale, për shkolla, për spitale, për atë jetën e luksit në Europë. Bye bye. Ci vediamo kur të vi ora, kur të vinë situatat e reja, ci vediamo luksit, ci vediamo spitaleve pa para, ci vediamo shtëpive të azileve të moshuarve dhe shumë ndihmave sociale, sepse Gjermania, Italia, Franca, Anglia, Europa, nëse tërhiqet Amerika, që garantonte deri më sot sigurinë e Europës, 100.000 ushtarët amerikanë me sa duket do të drejtohen për planin e padeklaruar të Trumpit, siç ju thash, për në lindjen e mesme. Lindja e mesme do të riformatohet e gjitha. A do të shkojmë në prishjen e NATO-s apo jo? Trump me sa duket e ka ruajtur një klauzol, ka thënë do të tërhiqemi nga NATO nga të gjithë vendet që nuk na mbështeten. Po kush nuk e mbështeti? Të gjithë nuk e mbështeten. Asnjë antar i NATO-s nuk e ka mbështetur. Që do të thotë kush janë vendet e NATO-s që kanë mbështetur Trumpin në luftën e Iranit, nga ku ai nuk do të tërheqë ushtarët? Asnjë shtet. Çfarë do të thotë? Nuk ka më NATO. A është blluf apo jo? Do ta shohim në orët të vijim. Por bëuni gati. Ballkan pa NATO, Europë pa NATO, botë pa NATO, Europë që do të armatoset, lindje e mesme që shkon drejt shpërthimit, tregjet dhe bursat do të shpërthejnë sërish, sonte në mbrëmje mbyllet ngushtica e Hormuzit dhe çmimet e tregjeve të energjisë do të shkojnë sërish në katastrofë. Çfarë do të bëjmë ne? Po na tremb ti o Kreshnik? Jo, Kreshniku nuk tremb, Kreshniku nuk bën panik. Kreshniku është për të njoftuar njerëzit që kanë tru dhe mendje, që të dëgjojnë, të informohen me qetësi, me maturi, të bëjmë gati barikadimin e mbrojtjes së veteve tona, të familjeve tona, të popullit ton, të kombit ton, të dheut ton, të shtetit ton, sepse ajo që po vjen është diçka për te imagjinatës. Kaq për momentin, pjesën tjetër të zhvillimeve të mëdha do të ndiqemi në 21, maksimumi 21:15 në mbrëmje, sepse zhvillimet janë të befasishme, të shpejta, minut pas minute, dhe unë do t'jem aty për t'i dekriptuar dhe për t'i par hap pas hapi. Merrni videon, çojeni pjesës tjetër, shqiptarëve, mos harroni të bëni like, share, subscribe dhe më shkruani të komentet cilat janë mendimet e juaja për këtë moment të ri. A do t'jetë Europa apo dhe Ballkani më të sigurt pa NATO? Shpërbëhet NATO apo jo? Mirë dëgjofsh.